Vale re të nxehtit në Euro-Ballkani, temperatura përvoluese mbi 40 gradë Celsius javën e ardhshme. Europa po hyn në një tjetër periudhë temperaturash ekstreme sipas ekspertëve, teksa valet të nxehtit që ka përfshirë jugperëndimin e kontinentit gjatë javës në vijim me shtrirje deri drejt veriut dhe lindjes, sipas Severe Weather Europe. Pas Europës perëndimore, temperatura shumë të larta do të përfshin dhe rajonet qendrore të saj, Italinë dhe Ballkanin. Meteorologët shpjegojnë se mbi Europën perëndimore dhe jugperëndimore është vendosur një sistem i fuqishëm i presionit të lartë atmosferik i cili vepron si një kapak duke mbajtur të bllokuar ajrin e nxehtë dhe duke penguar depërtimin e masave më të freskëta nga Atlantiku. Përpasoj Spanja, Portugalia dhe Franca prej ditësh po përballen me temperatura jashtëzakonisht të larta. Në këto vende temperaturat janë 10 deri 15 gradë Celsius mbi mesataren sezonale, ndërsa në disa rajone kanë kaluar kufirin e 40 gradëve. Aktualisht masa më e nxehtë e ajrit ndodhet mbi Europën perëndimore, por gjatë fundjavës dhe në fillim të javës së ardhshme ajo pritet të shtrihet drejt Europës qendrore, Alpeve, Italisë dhe Ballkanit. Sipas meteorologëve, vendet ballkanike do të përballen me një rritje të ndjeshme të temperaturave. Në shumë zona termometri pritet të shënojë nga 35 deri 39 gradë Celsius, ndërsa në disa rajone temperaturat mund të afrohen edhe 40 gradëve. Parashikimet tregojnë se javën e ardhshme ajri më i nxehtë do të përqendrohet mbi Italinë jugore dhe pjesë të Ballkanit, ku temperaturat maksimale ditore mund të arrijnë 38 deri 41 gradë Celsius. Sipas projeksioneve afatmesme, kjo vale të nxehtit mund të zgjasë deri në mesin e muajit korrik.